Gjellëshenhu me një falëndërim që i takon madhrisë së tij, i cili me urdhërim bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit. Dhe padyshim që ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahu qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shpjellojmë është: kush të ushqen, ai e vendos për ty, apo jetojmë me riskun tonë? Njeriu, sikur të mos kishte nevojë të hajë, nuk do të kishte nevojë as të punoj. Por ja që buka është hallkë e jetës. Sot, në vitin 2025, 733 milion njerëz në botë përballen me uri çdo ditë. Ndonse toka prodhon mjaftueshëm për të gjithë. Për më tepër, 2.8 miliard njerëz nuk kanë mundësi të përballojnë një ushqim të shëndetshëm. Pyesim veten: a ka krijuar Allahu Gjellëshenhu dikë pa risk? Si besimtar e dim që jo, por po ashtu e dim se ka edhe nga ata që e kuptojnë gabimisht riskun e po ashtu e keq kuptojnë mbështetjen në Allahun Gjellëshenhu o Gjelle Gjelalu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sikur të mbështetesh me të vërtetë në Allahun, ai do t'ju furnizonte sikur që i furnizon Zoti. Në mëngjes dalin nga polet me barkun bosh, e në mbrëmje kthehen me barkun plot. Ata që e kuptojnë gabim riskun, harrojnë që Zoti dalin nga polet e tyre. Nuk rrinë shtrirë gjithë ditën. Pyesin veten: a është e mundur që Allahu Gjellëshenhu o Gjelle Gjelalu të ketë krijuar më shumë njerëz se sa që sipërfaqja e tokës mund t'i ushqej ato? Si besimtar e dim që jo, sepse Allahu Gjellëshenhu o Gjelle Gjelalu gjithçka e krijon me masë. Por dëshmojmë se shumë sipërfaqe tokë rreth nesh dhe në botë janë të papunuar. E vërteta është që ekzistojnë njerëz në botë të cilët për shkak të rrethanave objektive, qoftë globale apo të tjera, janë të ekspozuara ndaj urisë. Por uria e tyre nuk është pasojë mungesës së të mirave, por mungesës e ndjenjes ndërnjëzore. Ata që kuptojnë gabimisht riskun dhe që nuk e punojnë tokën, janë vetë fajtor për gjendjen në të cilën gjendjen. Një psikolog amerikan ka dashur të deportojë në mendësinë dhe mënyrën e të menduarit të njerëzve që janë humbës në jetë. E dinte se më së shumti të tillë do t'i gjente në burgje. Shkoi atje dhe secili prej tyre i parashtroi të njëjtën pyetje: çfarë ka sjellë në këtë gjendje në të cilën jetë? Të gjithë, pa përjashtim, u përgjigjen se dikush tjetër ishte fajtor për gjendjen në të cilën janë dhe sa ati ishin përfunduar krejt rastësisht. Ky psikolog përfundoi se në burg ka më së shumti njerëz të pafajshëm në fjalë, por edhe kuptoi natyrën e humbësve të jetës. Ata gjithmonë fajin për gjendjen në të cilën gjenden ja lënë dikujt tjetër. Të dashur vëllezër, ky shembull përputhet plotësisht me gjendjen tonë. Si në planin lokal, ashtu edhe në atë global. Përputhet me gjendjen tonë si individ, po ashtu edhe si bashkësi, si ummet. Kush është fajtor për moszhvillimin tonë? Kush është fajtor për analfabetizmin tonë? Kush është fajtor për shtypjen tonë? Kush është fajtor për përçarjen tonë politike? Dhe në fund, kush është fajtor për papastërtinë dhe ndotjen e ambientit tonë? Me një fjalë, i nderuar xhamat, kush është fajtor për gjendjen në të cilën ndodhemi?
Ti kushtoj mirë vëmendje këtij tregimi të mëposhtë. Japonia, megjithse një vend i vogël dhe mbi 80% të territorit të papërshtatshëm për bujqësi, është sot ndër ekonomitë më të fuqishme të botës. Ajo prodhon më shumë se shumë vende muslimane së bashku, ndonse këto të fundit kanë më shumë burime dhe popullsi. Kjo tregon se problemi nuk është mungesa e pasurisë, por mungesa e përkushtimit ndaj dijes, ndaj diturisë, ndaj disiplinës dhe punës. Duke i vështruar statistikat e rëndikjes së prodhuesve në botë, ato duken kështu: Kina, Amerika, Gjermania e tjerë. Kurse vendi i parë musliman që paraqitet në këtë listë është Indonezia, e cila e zë vendin e 12 për këtë vit. Problemi jonë quhet përtasi. A mund ta imagjinoni fare se në disa raporte dhe media është përmendur se në disa vende arabe produktiviteti i punonjësve është shumë i ulët, madje në disa raste thuhet se ata janë aktiv vetëm pak minuta nga një ditë pune prej 8 orësh. Ndërsa në vende si Gjermania apo Japonia, pjesa më e madhe e ditës së punës është efektive dhe e përkushtuar. Është e qartë se duhet të ndryshojmë diçka. Të ndryshojmë qëndrimin ndaj punës. Të dashur vëllezër, kush të ushqen, ai vendos për ty. Apo jetojmë me riskun tonë. Me fjalë të tjera, kush të ushqen, ai vendos për ty. E kush vendos për ne? A vendosim ne për veten tonë? Kush vendos sot për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? A vendos vetë për vete, apo ato vendime merren diku tjetër? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lutej shpesh: O Zoti im, më ruaj prej brengës dhe pikëllimit, pa aftësisë dhe përtacisë. Një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e gjeti Ebu Umamen në xhami kur nuk ishte koha e namazit. E pyeti: çfarë bën në xhami? Tha: më kanë rënduar brengat dhe borxhet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: lutë Allahun që të mbrojë prej brengës dhe përtacisë dhe dil nga xhamia e shko puno. Islami nuk dëshiron të jetë fe e një të devotshmit të varfër. Islami ndalon adhurimin në kurriz të produktivitetit. Ndalon që të qëndrojmë pafund në xhami e në vende të tjera diskutojmë për fejnë në çështje që janë diskutuar dhe sqaruar para 14 shekullit. Ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur nuk rrinin në xhami duke diskutuar për fejnë dhe duke pritur që dikush tjetër të kujdesej për familjet e tyre. Shembulli i mrekullueshëm janë Omeri radiallahu anhu dhe fëmijët e tij. Të dy dëshironin shumë të ishin pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çdo ditë dhe të mësonin prej tij. Por ishin po aq të vetëdijshëm se kishin obligime ndaj familjes, se si musliman duhet të punonin, të fitonin dhe të siguronin jetesën për familjet e tyre. Prandaj, u morën vesh një ditë që Omeri të qëndronte me Muhamedin alayhi salam, e ditën tjetër fëmijët e tij. E pastaj ta informonin njëri tjetrin për atë që kishte thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi që ditën tjetër do të duhet të punonin, pra çdo ditë me radhë. Një ditë Omeri radiallahu anhu i gjeti disa njerëz në Medinë në xhami, duke u falur dhe duke u lutur. E gjithashtu duke diskutuar për fejnë. I pyeti: çfarë bëni? Ata i thanë: po e lutim Allahun xhelle shanuhu për furnizim dhe nafat. Omeri radiallahu anhu i tha: Allahu xhelle shanuhu nuk e zbret nga qielli as arin e as argjendin, por vetëm shiun. Kush të ushqen, ai vendos për ty. Apo jetojmë me riskun tonë. Kush të ushqen, ai vendos për fatin tënd. Prandaj, Omeri radiallahu anhu thoshte shpesh:
do të doja të vdisja në njërën nga dy mënyra, si një mujahid, një luftëtar në rrugën e Allahut, ose në kohën kur jam duke punuar dhe duke siguruar në falkën riskun tim. Nuk do të doja të më zinte vdekja në ndonjë gjendje tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ushqimi më i mirë që njeriu mund të hajë është ai që ka fituar me duart e vet. Të dashur vëllezër, të punojmë dhe të fitojmë në mënyrë që më në fund të vendosim vetë për veten tonë. O Zoti i lartësuar, na ndihmo që ta kuptojmë drejt fenë tënde. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi